Është përdorus shumë i zjarrt i ChatGPT-s. Dash? Antigon, po shumë e vërtet që e përdori dhe e shfrytëzoj koqa shumë edhe për çështje biznesi. Ma herët kum pas dhe më thonë shumë probleme me postera, me video, nuk e di sa i kam përcjell, paka shumë besoj që edhe kam djeks në Instagram edhe në TikTok koqa shumë edhe i shojnë postimet që i bojna për biznes. Ti përdoren domethënë për marketing? Po, për marketing, edhe pse marketingi është shumë i kushtueshëm. E përdor edhe për ushqim, por nuk është që edhe i besoj shumë të ushqimit, të mjekësia, të këto gjëra tjera. Ama prapë gati shumicën e kohës është një shok shumë jam i ngushtë, e kam me pagesë, nuk është që e kam pa pagesë, po e përdori shumë. Mirë, çka është ajo e cila mund t'jetë dëm, sepse po shifet shumë studime po dalin që njerëzimi po mendon që mund t'jetë një dëm prej inteligjencës artificiale. Dëmet mund t'jenë të ndryshme, po i pari i cili i ka rënë sy të gjithëve është humbja vendeve të punës, edhe zavendësimi i resurseve njerëzore me inteligjencën artificiale. Si e shef ti, Emanuel, këtë problematika? Mendon që mundet me na zavendësu inteligjencë artificiale? Unë mendoj se dame ka, pavarësisht kjo është si puna ujit ose zjarit. E përdore për mirë, freskosh, e përdore ose ngrosh, po e përdore për keq e kallë shpinë ose fundosësh. Ti ka dhënë mundësitë edhe hapësirat e mëdha, do të thotë që ti me hulumtu edhe me mujt mi përdor të mirat, po damet janë mund tek dhonat personale, shembull, tek manipulimi me gjëra të ndryshme, siç po ndodh me video, edhe pse shumica sa për keqpërdorimet e AI-t janë numri i shumë i madh, lista shumë e madhe e keqpërdorimeve. Okej, kalom. Damet mund të jenë edhe në sferën e bizneseve, reduktimi punëtorëve, apo shembull nëse një desk i ka pasur 5 gazetarë që kanë bola me ki pasur një lektor, një editor, tash domethënë janë të dobishëm ata sepse i kryejnë punë inteligjencë artificiale. Në profesionin tënë, a mundet me zavendësua, a mendon që mundet me ardhë koha kur inteligjenca artificiale mund të zavendësojë një psikolog? Shumë njerëz janë të përdorur inteligjencën artificiale për me zavendësu psikologun edhe sot, edhe si duket po shkon drejt një qasë synimi, po që ajo që është shumë njerëzore, mendoj që nuk mundet, është shumë robotike gjithçka edhe përgjigjet. Edhe pse tendenca e ChatGPT-s është me këty përgjigjet personalizume, do thonë shpesh njerëzit kënaqen me përgjigjet që u jep, sepse që thojmë në popull edhe ja bën rrafsh, do thonë po kthem përgjigje për mi apo qefin,